vendi që bëhet më zgjedh ma mirë është, se nuk ka humbje. Po këtu bëhet grupi madh me zveti, Albini e ka mirë, mu me zgjedh presidentin ma mirë, po që nuk zgjedhet, me djalesh do se nështë e mirë. Që bëhet me zgjedh mirë, që s'bëhet, shkojnë në zgjedhet lira, që normalja. Ta dhëtë me ra, dhëtë një gruj, se dikush o bëhet milioner, dikush s'ka që ka hanë. Unë kësha thonë më bëhet bashkë, me formu shtetin, kryetarin, masane, që s'bëhet, se i dhe tjera më. Me vend që i kemë atë ka kush është bërë, me rnes që i kemë në përgjithë s'ka kush. Banesa të reja, shtëpia të reja, veshë e modë, me hongër me pi, të natë mirat janë. Kush, veç ata që kanë shumë pare, lypin të lashë. Unë mendoj se duhet të gjinet një kompromis mes subjekteve tona politike në pozit edhe në opozit të zgjedhëm presidentin, sepse shteti pa president nuk guxon të mbetet. Mirë është ushtruesja, po ajo është ushtruese. Edhe na duhet sa më shpejt të zgjojnë subjektet tona politike një president të unitetit, një president që nuk përçon, një president që e lufton për zhvillimin demokratik të shtetit, për zhvillimin e marrëdhënieve ndërkombëtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, i cili punon për ta quar Kosovën si antare të Këshillit e Europës, si antare të NATO-s dhe si antare të Kombeve të Bashkuara. Ne si presidenti unifikues e jo përçarës na vjen me zgjedhje më mirë është zgjedhja presidenti, sepse dihet zgjedhjet ne po na marrin shpenzime të mëdha financiare, edhe ato shpenzime më mirë është që të përdoren për ndërtimin e një shkolle, e një qerdhe të thëmive, e një stacioni shëndetësor, e tjera gjona që janë të dobishme për popullin, e jo të shkojnë kështu shkeleshko. Besoj ka shumë, ata duhet të gjenë një president unifikues, konsensual, që është i përshtatshëm e i dëshirueshëm për gjitha partitë edhe për popullin i dobishëm. S'ka lidhje i cilit subjekt politik është, po nashta edhe hiç i pa angazhuar në politik, por që është intelektual i fortë, do me thonë edhe njeh politikën e marrëdhënieve ndërkombëtare se si të na përfaqëson në botën e jashtme. Nëse këta liderët tonë janë s'pa kur lider shtetëformues, momentin e fundit më aktual, i loni natët anash, edhe tash vendosin pa tjetër me zgjedh presidentin, në të kundërtën damtohet qytetari, damtohet shteti. Imazhi i këtij shtetit para botës po damtohet rënd. I lus këta lider tanë që të mësojnë s'paku nga gabimet e veta. Gabimet tilla na kemi pas me shekuj lider tanë e kanë marrë qafë këtë popull. I lus që këta lider të marrin mësim nga gabimet e veta. Lumi ai që mëson nga gabimet e të tjerëve. Po këta nuk mëson nga gabimet e të tjerëve, le të mësojnë nga gabimet e veta, edhe i lus që patjetër edhe duhet të më ndëgjojnë, thash se 50 vjet në arsim kam punu. Shumë prej tyre kanë qenë nxënës të mi. Edhe presidenti njëona ka qenë nxënës e imja. Nuk vja të kësoj emrin, se dy kemi pas femër. I lus që patjetër të ulin diloni natët, të vlerësojnë interesin e shtetit dhe sot apo nesër të mirën vesh për zgjedhjen e presidentit. Një person kemi na mjaft njerëz akademik të mëshëm, inteligjent, ta zgjedhin një person konsensual edhe patjetër të shkohet në zgjedhjen e presidentit. Kurse si zgjedhje.